Fadil Cana është një emër I njohur për publikun si mjeku te I cili I kishim drejtuar syt të gjithë gjatë pandemisë Covid. Tani sërish I kemi syt drejt tij, teksa ai drejton një nga klinikat e rëndësishme në qendrën e klinikave Nën Tereza në Shkup, klinikën për sëmundje infektive, një institucion terciar që merret me trajtimin e pacientëve me sëmundje të natyrës infektive dhe është e vetmja e këtij lloji në vendin ton. Doktor Cana thosë se me përkushtim drejton këtë klinik, duke u përkujdesur veçanërisht që çdo pacient të ndjehet se e ka marrë trajtimin maksimal profesional nga stafi, e ku nuk ka pacient VIP siç ndodh në shumë klinika. Klinika për sëmundje infektive është institucion I cili merret me trajtimin e pacientëve të cilët kanë probleme shëndetësore të natyrës infektive dhe është institucioni terciar që ofron shërbim shëndetësor të vetëm të këtij lloji në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Doktor, mund të na thuani se një pyetje që shumë ju intereson të themi qytetarëve apo popullatës. Shpesh herë ndodh se si sigurohet që çdo pacient të trajtohen në mënyrë të barabartë, apo siç është një shprehje e tillë tek popullata, po s'pate një mik nuk të njeh as spitali. Sa është e vërtetë kjo? Ta them se parcialisht është ndoshta edhe e vërtet, por kur bisedohet për klinikën për sëmundje infektive, nuk mendoj që vlen kjo thënie, pasi që klinika për sëmundje infektive është një institucion ku mendoj që të gjithë dhe besoj se të gjithë pacientët kanë trajtim të njëjtë. Posaçërisht në këtë periudhë kur unë drejtoj këtë institucion, besoj që nuk ka asnjë deri tash ankesë të llojit të natyrës së tillë ku dikush është mos them diskriminuar në atë drejtim, por për të gjithë vlen trajtimi I njëjtë, parasysh statusit shoqëror të pacientit. Atë ne jemi munduar ta bëjmë edhe me anën e përmirësimit të kushteve, të cilat do keni rast pastaj që të bëni edhe xhirime në atë drejtim, ku kushtet janë të njëjta për të gjithë pacientët dhe ajo e cila në disa institucione u bë trend në kohë të fundit ku kishin VIP apartamente, në klinikën për sëmundje infektive, hapi I parë që u bë në drejtim të përmirësimit të kushteve fizike për trajtim më cilësor të pacientëve, të gjithë hapësirat e katit të renovuar janë me kushte të njëjta, kështu që nuk do të ketë asnjë dallim mes pacientëve të kësaj kaste shoqërore apo asaj. Të gjitha do të jenë në formë uniforme, të gjithë janë të barabartë dhe kushtet do t'i kenë të njëjta. Thosë se që nga momenti I emërimit në krye të klinikës u bën investime serioze në të, jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në pajisje mjekësore, të gjitha këto investime të realizuara nga vetë buxheti I institucionit, pa ndihmë shtesë financiare, gjë që tregon për menaxhim të mirë dhe efikas të mjeteve. Po në periudhën në cilën u emërova si drejtor I vetëm I institucionit, pasi që gjithë e dim atë mënyrën e drejtimit, gjithësisht menaxhimit të mëparshëm me paralel 2 drejtor, nga momenti që kam qenë me mandat të drejtorit të vetëm për një periudhë 6 mujore, klinika kori sukses të jashtëzakonshëm në drejtim të investimit në infrastrukturë dhe pajisje mjekësore. Kështu që patëm edhe një hapje solemne të repartit për trajtim intenziv, e cila u rikonstruar tërësisht, po krahas atij reparti do të kati I parë I klinikës për sëmundje infektive me të 2 repartet e infeksioneve të sistemit nervor qendror do të rekonstruar dhe renovua tërësisht. Përpos atij investimi, klinika është e pajisur me pajisje
të aparaturë moderne që i përkojnë dhe tangojnë sëmundjet infektive dhe të gjitha këto janë një investim të një shifre goxha të madhe, e cila për një periudhë afate prej 6 muaj u realizu në klinikën për sëmundje infektive dhe ajo që duhet të theksojmë të gjithë nga mjetet vetanake, nga buxheti themelor që është vazhdimisht i njëjti, do të pa mos pas ndonjë ndihmes shtesë në këtë drejtim financiar, po me një mirë menaxhim të mjeteve financiare u arritë efekti dhe patëm një produkt final që mundeshte të shihet edhe nga organet kompetente, gjithësisht përgjegjësit e Ministrisë së Shëndetësisë. Klinika është e pajisur edhe me pajisje më moderne të drejtimit të diagnostifikimit cilësor dhe më modern në drejtim të sëmundjeve infektive. Vlen të theksojmë që në mesin e atyve investimeve dhe aparateve, gjithësisht pajisjeve të sjellura në klinikë, është marrë edhe aparati një analizator të them më modern të diagnostifikimit molekular, kur flasim për sëmundje që e bën atë PCR-in në kohë reale. Është një investim goxha i madh, i cili patëm fatin që ta realizojmë në mënyrë të suksesshme dhe tash si qendër diagnostike molekulare, klinika për sëmundje infektive është mos them e vetmja me atë lloj pajisje në shtet, mos them edhe në region, pasi që aparat gjithësisht pajisje të tillë do të nuk ka edhe në kryeqytetet e regionit. Me atë aparat do të është një metodë shumë e sofistikuar diagnostike ku mundet projekte të ndryshme të prevencionit të mundet të realizohen, posaçërisht si është shëndeti femëror, kur flasim për diagnostik të hershme të kancerit të grykës mitrës, kur flasim për detektimin e sëmundjeve virusale, ashtu siç janë hepatitet, palet të tërësishme dhe kapacitet jashtëzakonshëm ka ajo lloj pajisje kur flasim për detektimin e sëmundjeve respiratore, thot nivelin diagnostik molekular e ka shumë të përsosur. Cana vazhdon agjendën e tij për më shumë investime në klinikën që drejton, thosë mjetet janë siguruar, planët janë në zbatim dhe rezultati do të jetë i njëjtë, më shumë shërbime cilësore për pacientët. Ne vazhdojmë me atë agjendë të cilën normal, fillimisht kishim pak më të ngjeshur, këtë vit janë të planifikuar në bazë të planit vjetor dhe investime tjera, do të thotë me modelin e investimit dhe rekonstruimit të tërësishëm që bëm në nivel të katit të parë të klinikës, të vazhdojmë për arsye se klinika ka edhe 3 kate të tjera, ta bëjmë me njëjtën cilësi dhe njëjtin intensitet, ku në mesin e atyre do të thotë pajisjeve, vlen të theksoj që patëm rastin të pajisim edhe me një aspirator të automatizuar i cili është i vetëm në qendrën klinike, do të nuk e ka as klinika për të anestezion dhe trajtim intenziv, ajo për herë të parë u aplikua te klinika jo dhe ka nevojë për pacientët të cilët kanë nevojë për trajtim dhe kujdes intenziv. Në bazë të planit dhe programit që kemi në këtë vit, ne vazhdojmë me të njëjtin intensitet, me njëjtën ritëm të përmirësimit tash në vijim do të jetë rekonstruimi edhe një kati tjetër,
i cili veç janë bo planet, janë gjithë mjetet që duhet të investohen, dhe besoj që produkti do jetë i njëjtë. Sana thot se të gjitha këto investime në vetëm 6 muaj u frymëzuan nga përvoja që kaloi në frontin e parë të luftës me COVID-19, me qëllim përmirësimin e kushteve dhe rritjen e kapaciteteve për përballimin e ndonjë pandemie apo epidemie të ardhshme. Por, si në çdo klinik tjetër, në këtë spital, madje në të gjitha spitalet në vend, tha se edhe klinika që drejton përballet me mungesë të theksuar të stafit. Kemi mungesë të stafit mjekësor, ajo që është mungesë në komplet të them shtetin dhe sistemin shëndetësor është dukshëm e theksuar në drejtimin e stafit mjekësor të klinikës sëmundjeve infektive. Ndoshta derisa nuk ndodhi pandemia, ishte një drejtim i cili, mos them, nuk është prioritet për shumicën e mjekëve të ri. Numri i tyre dukshëm dhe interesi për sëmundjet infektive u shtua gjatë kohës pandemisë, por përsëri me pensionimin e personelit dhe normal lëshimit të vendeve të punë nga X shkaqe që e bëjnë personeli mjekësor, dukshëm është i reduktuar stafi mjekësor dhe klinika për sëmundje infektive, mos them, vuan tash nga nevoja për pasje të punësimeve të reja. Ne si institucion, si drejtues të institucionit, i kemi bërë të gjithë, i kemi marrë ato masat të cilët në mënyrë administrative duhet të tejkalohen, dhe tash jemi në pritje të shifemi se normal bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë për Financa, që të mund të jepen leje për punësime të reja. Po, kjo nuk do të jetë e vetme, pasi që për pos lejeve, hipotetikisht flasim që gjitha ato lejet dhe gjitha ajo procedurë birokratike do të kaloj, do të është shumë, do me thënë që edhe interesi i mjekëve të ri për këtë drejtim dhe normal, edhe ati flasim edhe për stafin mjekësor të mesëm, pasi që kotë do të jenë kota të gjitha këto përpjekje, të gjitha këto investime, nëse s'do ketë kusht të punon, në ato kushte dhe me ato pajisje moderne. Thot se është pak absurd fakti që për leje punësimi për stafin mjekësor duhet pritur shumë, ndërkohë që çdo pacient alarmohet se mjekët po largohen, por përveç punësimeve të rregullta, thot se mjekët e rinj duhen stimuluar edhe me paga, që të mos kërkojnë jetë më të mirë në vendet e huaja. Ajo është çështje që i tangon politikave shëndetësore të drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe përgjigja duhet do të jetë nga ana e tyre. Po ajo që mendoj unë është përmirësimi i kushteve, rritja e rrogave, e cila ka një trend të dukshëm vitin e fundit, që të jetë një lloj stimuli shtesë që të mund të motivohen që mjekët e ri të mos e lëshojnë në vendin dhe të tentojnë që ardhmërinë ta krijojnë në kuadër të këtij sistemi shëndetësor. Edhe megjithse duhet jemi real në një konstatim të përgjithshëm se është një trend, mos them për fat të keq, trend bashkohor, migrimi mos them edhe i trurit, dhe mos them që në atë drejtim shumë pak mund të ndikohet nëse dikush e ka vendosur që të mund të migron prej këtu të ikë në perëndim, pa marrë parasysh do të thotë një vizioni, një ideje për një jetë më të mirë, do të thotë nuk mund askush ta ndalë, po politika shëndetësore duhet të jenë në atë drejtim që sa më shumë të sqarrohet, të sensibilizohet stafi mjekësor, normal, edhe të kontribuohet në drejtim të rritjes pagave dhe kushteve, edhe të jetë në mënyrë të vazhdueshme ai drejtim, që të mundet ato të motivohen që të ngelin në kuadër dhe të kontribuojnë në kuadër të sistemit shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Cana thot se ka bashkëpunim të shkëlqyer me institucionet më të larta shëndetësore dhe madje edhe ndihmë konkrete në kërkesat që klinika ka. Me Ministrinë e Shëndetësisë kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, patjetër ta theksoj, dhe gjithashtu edhe me Institutin për Shëndet Publik dhe deri tash nuk kemi hasë në ndonjë pengesë komunikimi, bile ndoshta edhe kemi pas përgjigjen apo në rast të ndonjë nevoje nga ana jon, do të nga Ministria e Shëndetësisë kemi pas në mënyrë, ta them kështu, emergjente edhe përgjigjen, kështu që mund vetëm të them që ky lloj bashkëpunimi duhet të vazhdojë në drejtim të tillë, kuri nuk kemi has problem. Tash kur bisedohet për punësimet e reja, duhet ta theksoj kërkesës son për një numër goxha të madh të ta them pëlqimeve për punësim, Ministria e Shëndetësisë në mënyrë ta them kështu dinjitoze dhe shumë të shpejtë është përgjigj pozitivisht, pasi që e din rolin e këtij institucioni posaçërisht gjatë kohës së Covidit, se sa nevojë ka sistemi shëndetësor për klinikën për sëmundje infektive. Ta shpresim instancat e radhës, siç është Ministria e Financave, Fondi i Shëndetësisë, që të japin përgjimet adekuate, që të mundet të bëjmë edhe shpallje publike, që të mund të bëjmë punësim të stafit mjekësor. E pyetëm edhe rreth ankesave të qytetarëve për pritje të gjata për caktimin e termineve. Tha se ankesa të tilla për klinikën infektive nuk ka, megjithatë, potencoi se në gjithë botën duhet caktuar termin për shërbimet shëndetësore, përjashtuar rastet emergjente. Nuk mundet dikush të vendos vetë për urgjencën e një rasti në mënyrë të paarsyeshme. Kjo është çështja e edukatës shëndetësore, tha ai. Është fakt që çdo kund, po edhe në botë, të jemi pak edhe vetë kritik, gjithkund shkohet me një caktim paraprak, me një, ta quaj, prenotim paraprak të atij shërbimi shëndetësor. Ne jemi, nuk flas për rastet kur janë emergjente, kur është një rast i cili duhet dhe për atë ekzistojnë, do të thotë qendra urgjente, tash me tendenca do të jetë edhe qendra për urgjencë të sëmundjeve internistike, po nuk mundet çdo pacient do të thotë të jetë urgjente tash pse ai ka vendos. Ajo lejohet vetëm në sistemin tonë shëndetësor. Nuk mundet në mes të natës dikush e ka menduar se duhet të vinë në klinikën për sëmundje infektive. Ashtu siç veprohet, atë që theksove për pritje, ajo që veprohet dhe që shifet, me të vërtet nuk është në rregull dhe nuk është ajo që duhet. Është një, mos them, një edukat shëndetësore e nivelit ballkanik që sendet i trajtojmë. Ne vlerësojmë, apo një mik ka thënë që duhet ti të shkosh në atë institucion dhe aty krijohet mos them ajo mosmarrveshja dhe aty dështon edhe sistemi shëndetësor, pasi që duhet të bën veprime për intervenime të cilet janë të papritshme dhe të cilet nuk mund të kategorizohen në a janë emergjente ose jo. Do të thotë të bëhet ai dallimi se çka është emergjente dhe çka jo, ai duhet t'y lehet organeve shëndetësore. Jam inkoshient për ankesën e pacientëve që ka institucione ku presin në mënyrë të panevojshme, po ajo është çështje e rregullimit të mbrëmshme të organeve drejtuese të atij institucioni, gjëgjësisht mbi ato gjendet Ministria e Shëndetësisë. Por në rast se të gjithë bëhet me planifikim dhe termine të caktuara, mendoj se as pak nuk do të ketë pritje. Ndodh ankesat të natyrës tillë, institucioni nuk ka, ndoshta unë nuk jam informuar nëse ekziston
ndonjë ankesë e natyrës tyre, po është nëse ti e ke terminin, supozojmë, sot, prej këtë kohë deri në këtë kohë, në moment vjen ndihma e shpejtë, ai mjek është aty. E tash duhet të jetë një mirëkuptim se ajo nuk ndodh çdo ditë dhe ankesat përsëri bëhen në atë drejtim. Se unë isha në termin, pa marrë parasysh se e kam pra dikend pa ndjenja, pa do të mënyrë pa vetije për cilën duhet të ketë trajtim emergjent. Edhe derisa bëhet riorganizimi i asaj, kemi ashtu ankesat natyrës së tillë. Por mendoj që edhe ajo te kalohet çdo problematikë, se çdo pacient për sëmundjen e vet mendon se ajo është prioriteti kur shkon me një institucion shëndetësor. Edhe megjithëse normal duhet të ketë një mirëkuptim se rasti që është emergjent, pra të vlerëson mjeku se cili është, a nuk flas për rastin që ta bën terminën këtë orë dhe të vënohet mjeku edhe mos e bën kontrollën, vënohet një orë, mos sa më shumë. Cana premton se nuk do të ndalet në punën e tij për të siguruar kushte optimale për pacientët e klinikës që drejton, edhe pse ne shpresojmë që askush të mos ketë nevojë për shtrime në spitale. Megjithatë, është mirë kur e di që edhe nëse ndonjë ditë të ndodh të bëhesh edhe ti pacient, do të gjesh atje mjek të përkushtuar që do të përkujdesen maksimalisht për ty në spitale me kushte optimale, me pajisjet e fjalës së fundit të teknologjisë. E më i bukur është ky fakt kur e di se për një trajtim cilësor nuk ka përse shkon në klinika private, kur ato mund t'i gjesh edhe në spitalet shtetërore.